Nesër e diel, Aleanca për Shqiptarët e Zjadin Selës në Tetov do të mbajë kongresin e partisë, për shkak se nuk arriti të merr vulat, Sela do ta zyrtarizojë partinë e re Lidhja Shqiptare. E thash natyrisht që ne nuk do presim që t'i ngelimi peng të planeve jashtë Aleancës për Shqiptarët që thurën kuzhinave të zyrave të partive tjera politike, nuk do a krijojmë këtë komoditet. Nuk e kemi problem se si quhemi, sepse çfarëdo që quhemi, unë jam Zjadin Sela. Ilire Dauti është Ilire Dauti. Elmia Ziri është Elmia Ziri. Tironja Jaga është Tironja Jaga. Vjollc Berisha është Vjollc Berisha. Disa funksionerë tjerë të partisë mund përmendim plot, janë njerëz të cilët zgjedhin kauzat. Pas 31 majit nuk do jetë edhe i rëndësishëm vendimi i gjykatës nëse ju e... Natyrisht, sepse në kongres do t'jetë pik edhe këtë çështje që Aleanca për Shqiptarët kalojnë në Lidhje Shqiptare. Taravari, i cili aktualisht i ka vulat e partisë, i uroi fat dhe shëndet. Unë i uroj shumë suksese, ne do ta presim vendimin e gjykatës apelit dhe mbas asaj do ta mbajmë kongresin. Kështu që uroj shumë sukses, shëndet mbi të gjitha e pastaj sukses. Sela dhe Taravari i ndan rrugët në vitin 2024, kur njëri vendosi të shkojnë në koalicion me Vlenin, ndërsa tjetri me Frontin Evropian, që atëherë kishte dy aleanca, njëra e Selës dhe tjetra e Taravarit, pasi rasti për vulat e partisë shkojnë në gjykatë dhe sot e kësaj dite nuk ka vendim përfundimtar se kujt i takojnë ligjërisht ato.